se unë kam qenë vetë drejtues i Forcës së Sigurisë Kosovës dhe çdo oficer, çdo punonës që punon në presidencë, në kryeministri, në vendet që janë me rëndësi të veçantë të shtetit, duhet ta kenë certifikatën e sigurisë. Certifikata e sigurisë ndahet në 3 nivele. Ata që punojnë, sikur ai spioni që ka punuar në zyrën e presidencës edhe në kryeministri, faktikisht do të duhet ta kenë certifikatën e sigurisë nivelin më të lartë. Ai ka punuar me zyrën e presidencës realisht. Absolutisht, 2 vite. Në koordinues të komunitete. 2 vite ka punuar. Ai ka pas çështje edhe në dokumenta sekrete aty. Në presidencë, ai ka mundur të hyn prej zyre të ketë çështje. Ai ishte fotografuar edhe me agent të BIA, sikur ky i VHB-sa, që është kapur tash në pej, pra, që është rasti. Çka do thotë kjo që në këtyne veprimeve ai ka zbuluar shumë çka. Prej dokumenteve, prej çështjes të politikës tonë, prej koncepte, strategjisë, punës në prezidencë, çdo gjë ai ka pas çështje dhe ka intervenuar. Unë kam thonë në këtë studio te ju këtu shumë herët që fatkeqësisht, sipas mendimit tim, them gjithmonë edhe sipas informacionit që unë kam nga burime të ndryshme, spion ka të gjitha nivelet, prej nivelit politik, e them nivelin më të lartë shtetëror, nivelin operativ, të mesëm dhe nivelin taktik deri në fund. Dhe kjo po dëshmon edhe kjo që unë e përgëzoj Agjencion Inteligent Kosovës. Apo tregon efektiv pra edhe Agjencia e Inteligjencës dhe Policia e Kosovës kur po i kapin pra. Po tash pasi kanë kap ata duhet të këndojnë, që thotë ajo fjala popullore, duhet të zbulojnë atë mrezhën e tyre me kanë pas kontakte dhe kush janë ata spionë që janë duke punuar. Por kjo po duket që a mund të jetë strategjike general, ndjes se po ndërpres. Mirë, po ky zotriu që Sali që u arrestua, ky ishte shkarkuar pra në 2024 dhe ishte shkarkuar prej presidencës dhe ai përdorin pra agjencitë e inteligjencës pak edhe taktikisht çto derisa i kapin pra për të zbuluar lidhjet, për të parë me kënd rren, ku janë informacione të tjera. Pa sigurisht që BIA shfrytëzon çdo detaj. Jo, po flas për agjencia jonë. Edhe agjencia duhet të shfrytëzojë rastet, por pse u shkarkuaj, nuk u shkarkuaj për shkak spionazhit. Ndoshta u shkarkuaj për çështje tjera, ose u shkarkuaj e ka iniciuar vetëm një veprim për u shkarkuar për shkak që ka pas një mision tjetër. Por sidoqoftë, unë e them që AKI-ja do duhet që të punon, edhe pse unë e përgëzoj për punën dhe gjitha këto suksese që po i korr, por duhet punoj shumë më fuqishëm. E për me punu shumë më fuqishëm nuk i ka të gjitha duart e lira nga politika. Duhet kenë financim më shumë, duhet kenë mbështetje më shumë, duhet kenë njerëz profesionistë që ata mos të preken nga politika. Po duhet të lirohet të jepet duart e lira që të punojnë. Nuk mundet një ministër e punës brendshme ndikoj në pjesën operative, në pjesën që nuk është punë e tira, apo një te AKI-ja, apo te forcat tona të armatosura, sepse aty domton veprimtarin, punën, profesionalizmin e njerëzve që janë në uniforma. Unë shumë herë e kam thonë këtu, larg duart e politikës nga uniforma, edhe nga AKI-ja, sepse këta njerëz janë njerëz